Rikthehemi edhe ndjekim së bashku edhe këto momente kur të gjithë liderët bëhen gati për të shkrepur ajo që konsiderohet si foto e familjes. First line down, please. We have another line down. Şöyle ıslandın mı lan? Geliyor. Pas ceremonisë së hapjes, që ndoqët edhe ju drejt për së drejtin e News 24, tashmë kryetarët e shteteve, 47 shteteve, bëhen gati për të shkrepur foton familjare. E pas kësaj do të vijohet me agendën konkrete, ku do të diskutohen çështje të rëndësishme, do të nënshkruhen marrëveshje, do zhvillohen seansa plenare e tryeza diskutimesh. Ky është samiti i 6 i Komunitetit Evropian, i cili zhvillohet në Tiranën zyrtare dhe marrin pjesë 47 lider. Një samit i rëndësishëm, i cili zhvillohet për herë të parë në Ballkanin perëndimor, për herë të parë në Tiranën zyrtare, me pjesëmarrjen e liderëve, kryetar shtetesh dhe qeverish nga 47 vende europiane, së bashku me drejtuesit e institucioneve kryesore europiane dhe ndërkombëtare. Mikpritës i samitit, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë gjatë ditës takime dypalëshe me personalitetet pjesëmarrëse në mjediset e dedikuara, duke nisur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, e më pas me kryeministrin e Spanjës, presidentin e Komisionit Evropian, kancelarin e Austrisë, presidentin e Turqisë, kryeministrin e Italisë, presidentin e Qipros, kryeministrin e Belgjikës, si dhe do të mirëpres në me takime duarsh të gjithë liderët e ftuar në samit, me të cilët do të ketë edhe foto familjare. Këto të gjitha i keni ndjekur live në News 24, ndërkohë që sapo përfundoi ceremonia e mirëseardhjes në samit me performanca të ndryshme artistike, promovuese të traditës dhe të kulturës kombëtare shqiptare, dhe tani të gjithë bëhen gati për foton familjare. Më pas samiti vijon për gjatë ditës me seansa plenare dhe tryeza dhe diskutime. Okay, check. Hello. Check.
Teksa shohim të bëhen gati për foton familjare të gjithë liderët pjesëmarrës në këtë samit të rëndësishëm që zhvillohet në Tiranë, le të komunikojmë edhe me kolegun Ergjys Gjença, i cili ndjek nga afër punimet e samitit. Ergjys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Sa po ka përfunduar, Ola, dhe ceremonia e hapjes së samitit të 6 të komunitetit politik evropian që po zhvillohet këtu në Tiranë. Tashmë po zhvillohet edhe po bëhet dhe foto familjare edhe gjithë pjesëmarrësve të këtij samiti. Vetëm pak momente më parë, Ola, arrita të shoh kancelarin gjerman Merkel duke biseduar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Sigurisht se sfidat janë të mëdha dhe duhen adresuar dhe këto momente shërbejnë që liderët e shteteve të rëndësishme të diskutojnë me njëri tjetrin, ndërkohë që presidenti Macron është duke biseduar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, si gjithmonë për sa i përket luftës në Ukrainë, gjetjes së rrugëve, pra edhe këto momente, këto bisede të shkurtra, Ola, shërbejnë për të shkëmbyer mendime mbi gjithçka ndodh në Europë, mbi gjithçka ndodh në kufirin e Ukrainës dhe Rusisë, aty ku është dhe fronti i luftës, ku Bashkimi Evropian po bën përpjekjet maksimale prej vitesh tashmë për t'i dhënë fund kësaj lufte, për të gjetur së paku në këto ditë armëpushimin e më pas për shkuar drejt paqes. Të gjithë liderët kanë përfunduar pra tashmë këtë pjesë të parë të ceremonisë së hapjes. Ishte edhe një vitje me nota humoristike, sikundër mundëm të shohim, dhe cila shfaqte lider të ndryshëm të Bashkimit Evropian, por me fytyra fëmijësh ku shkruaj mirë se vini në Shqipëri. Më pas të gjithë liderët e vendeve pjesëmarrëse të këtij samiti, 47 vende, do të drejtohen shtëpisë së Evropës, atje ku pritet të nisë pak minuta më pas dhe sesioni i parë i samitit të komunitetit evropian. Sesion i cili fillimi, nisja e këtij sesionit dhe fjalimet përkatëse do të jenë live, do të transmetohen live për mediat dhe për gjithë publikun. Më pas do të vijoj sesioni punimet me dyert të mbyllura, do kemi një drek pune e cila ishte parashikuar sipas agjendes në orën 13, por me shumë gjasa do kemi shtyrje të gjitha orareve që ishin parashikuar më parë në agjend, pasi dhe samiti, ceremonia e hapjes e cila ishte parashikuar të nisë në orën 11, nisi pak pas mesditës, pra orës 12. Ndërkohë që pas drekës familjare do të kemi hapësira për takime dypalqe për të rikthyer tavolinës së punës në sesionin e dytë. Sesion i dytë edhe ky, sikundër të gjitha takimet bilateral, do të jenë të mbyllura. Pritet të shohim vetëm çfarë mund të ofrojnë liderët politik në platformat e tyre sociale përsa i përket këtyre takimeve informale. Për të përfunduar gjithë këtë ditë të rëndësishme të komunitetit politik evropian, të këtij samiti të rëndësishëm që po zhvillohet në Tiranë në konferencën për shtyp të kryeministrit Edi Rama dhe kreut të qeverisë së Danimarkës, i cili kjo konferencë për shtyp do zhvillohet pra edhe me kryeministrin e Danimarkës, vend në të cilin do të zhvillohet edhe samiti i ardhshëm i komunitetit politik evropian. Janë një sër çështjes të rëndësishme që do të diskutohen në këtë samit, duke nisur nga siguria, duke vënë theksin tek situata në Ukrainë, lufta në Ukrainë, më pas ekonomia, konkurrueshmëria, lëvizja e lirë, të rinjt, rinia, e po ashtu edhe emigracioni. Janë çështje të rëndësishme, sfida të rëndësishme me të cilat duhet të përballet Europa dhe të cilave duhet t'i jepet përgjigje. E një samit i tillë në Tiranë, ky samiti i 6 i komunitetit politik evropian, pritet të shoqërohet me diskutime, e pse jo edhe t'i jepet përgjigje tyre sfidave të mëdha me të cilat përballet Europa. Jo thjesht Europa politike, Bashkimi Evropian, por i gjithë kontinenti evropian. Ola? E kuptoj. Tani çfarë ndodh edhe një herë, ma kujtot lutem? Pas fotos familjare, shikoj që pas krave tuaj është boshatisur vendi. Çfarë ndodh? Sipas agjendës. Edhe pse nisi me vonesë dhe çdo orar praktikisht shtyhet.
Pas ceremonisë hapjes, zhvillimit të foltës familjare, pas e ceremonie e cila folta familjare u zhvillua vetëm pak momente më parë, të gjithë liderët e shteteve dhe qeverive do të shkojnë për i drejtojnë në këto momente shtëpisë e Europës, e ngritur me njërë pas shtatores së monumentit të herojit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ku pritet të nisë në pak minuta edhe sesioni i parë i këtij samiti. E përsëris, pjesa hapjes së sesionit të parë do të jetë publike dhe do të transmetohet direkt për të gjitha mediat shqiptare, por edhe ndërkombëtare. Dhe interesi i mediave ndërkombëtare është tepër i lartë, Ola. Ka gazetar nga Italia, Gjermania, Franca, Spanja, Britania e Madhe, nga vendet e rajonit gjithashtu. Më pas sesionit të parë do kemi drekën zyrtare që do të vijoj me takimet dypalqe, edhe për t'i lënë vend pas sesionit të dytë, sesioni i dytë i cili do të zhvillohet si kundër edhe takime dypalqe me dyert të mbyllura. E në fund ky samit do të mbyllet me konferencën për shtyp të kryeministrit Rama dhe kreut të qeverisë së Danimarkës. Ola? E kuptoj. Jemi live në këto momente tek shtëpia e Europës jemi. Për ndërtimin e të cilës është kujdesur vetë kryeministri Rama, ju e keni parë edhe gjatë kohës kur në Shqipëri numëroheshin votat për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit, ai ndiqte nga afër gjithçka po bëhej këtu për të ndërtuar dhe për të mikpritur liderët e 47 vendeve. Kjo ka emrin Shtëpia e Europës. Dhe edhe sot është publikuar nga kryeministri Rama në rrjetet sociale. Gjithë lënë një shënim edhe vetë ai është ngjarje historike për Shqipërinë, po edhe për të tërë Ballkanin Perëndimor, zhvillimi i këtij samiti i 6-ti në vendin tonë. Që është menduar që të gjithë liderët të lënë shenjën e tyre në shtëpinë e Europës, në këtë yll të madh që qëndron në mes të saj. Edhe presidenti i Turqisë Erdogan sapo la shënimin e tij, firmën e tij,
Agenda e këtij samiti në fakt sot ka pësuar një lëvizje sa i përket orareve, gjithçka ka nisur më vonë se orari i paracaktuar, kështu që edhe ceremonia hapse zyrtare, e cila ishte parashikuar më herët, u zhvillua vetëm pak çaste më parë, ja shohim edhe Zelenskin, ndërkohë që pam edhe ceremoninë hapse zyrtare të këtij samiti, foton familjare dhe tani të gjithë së bashku 47 liderët të cilët ndodhen në shtëpinë e Europës, ndërtuar enkas për t'i mirëpritur ata dhe për të lënë të gjithë së bashku nga një shënim i cili do të mbetet. Shohim edhe Vučićin. Ka qenë kryeministri Rama, i cili ka pritur me radhë të gjithë liderët europian, të cilët mbërritën në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Europian, që mbahet për herë të parë, siç thash, jo vetëm në Tiranë, por edhe në Ballkanin perëndimor. Ndryshe nga ngjarje të ngjashme të rëndësishme të cilat janë zhvilluar në kryeqytetin shqiptar, këtë herë moti, kushtet atmosferike nuk ishin në favor, po megjithatë kjo nuk e ndaloi mikpritësin t'i priste në tapetin e kuq të gjithë liderët që marrin pjesë në këtë samit. Dy orë pritje, të cilat u shoqëruan edhe me momente të komentueshme, momente të konsideruara edhe si pikante. Këto janë ambientet e ndërtuara enkas për këtë samit, pas monumentit të Skënderbeut. Atje do të zhvillohen diskutimet, atje do të diskutohen për marrëveshjet që do të nënshkruhen. Fillimisht do të jetë një seancë plenare kjo, pasi të jenë akomoduar të gjithë, që do t'i dedikohet sigurisë dhe një vizioni të përbashkët për të ardhmen e Europës. Më pas do të ketë 3 tryeza të nivelit të lartë mbi temat siguria e Europës dhe qëndrueshmëria demokratike, konkurenca, siguria ekonomike, sfidat e lëvizshmërisë si dhe fuqizimi i të rinjve. Për mbarvajtjen e këtij samiti të rëndësishëm, ju kujtoj se janë mobilizuar rreth 1500 punonjës policie në terren dhe disa akse rrugore janë bllokuar
Kjo në kuadrin e masave të ndërmara nga Policia e Shtetit për mbarvajtjen e samitit. Rreth 600 forca policore, ndërkohë do të ruajnë delegacionet e nivelit të lartë të liderëve evropian përgjatë perimetrit të sheshit Skënderbej.